Drejt për drejt, Izraeli dhe Hamasi kanë nënshkruar një kontratë në lidhje me atë që mund të quhet marrëveshje për pranimin e fazës së parë të armëpushimit, ndërsa kjo është bërë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa për të diskutuar gjitha këto zhvillime kam kënaqësinë që në studio me mua në vazhdim të jetë një mik i transmetimeve tona të drejt për drejta, profesori pra i asociuar, eksperti i sigurisë zoti Xhavi Çalla. Zoti Çalla, mirëmbrëma, është gjithmonë kënaqësi kur flasim së bashku dhe besoj sot është pak më kënaqësi meqense ka dritë jeshile nga Gaza. Është një eveniment i rëndësishëm për popullin e Gazës. E qartë. Po që të na kuptojnë teleshikuesit se për çfarë bëhet fjalë, unë kam përgatitur një tabel me disa pika të përmbledhura të asaj se çfarë ka ndodhur gjatë 24 orëve të fundit, përmbledhje e zhvillimeve për paqen në Gaza, marrëveshje për armëpushim dhe shkëmbim pendjesh. Sipas raporteve, Izraeli dhe Hamasi kanë nënshkruar një marrëveshje për fazën e parë të armëpushimit dhe shkëmbimin e pengjeve. Marrëveshja parashikon lirimin e gjitha pengjeve të mbetura nga ana e Hamasit dhe lirimin e qindra të burgosurve palestinezë nga Izraeli. Izraeli do të bëjë një tërheqje të pjesshme ushtarake nga Gaza si pjesë e së njëjtës fazë. Marrëveshja duhet të ratifikohet nga qeveria izraelite. Pozicionet dhe pengesat kryesore që vazhdojnë. Çështja e çarmatimit të Hamasit është një ndër pengesat më të mëdha. Izraeli kërkon që Hamasi të dorëzojë armët, ndërsa Hamasi refuzon që kjo të bëhet pa garanci për sigurimin e statusit dhe sigurisë së popullsisë në Gaza. Kërkesa për qeverisje tranzitore teknokratike dhe heqjen e kontrollit politik të Hamasit në Gaza është pjesë e planeve të propozuara nga SBA dhe Izraeli, por nuk është pranuar plotësisht nga Hamasi. Përveç kësaj, nuk ka ende dakordsi për linjat e tërheqjes ushtarake dhe zonat që Izraeli do t'i mbajë nën kontroll. Një çështje tjetër është edhe monitorimi ndërkombëtar dhe mekanizmat e garantimit që marrëveshja të mos dëmtohet gjatë zbatimit të saj. Mbështetja ndërkombëtare dhe reagimet që ka patur në lidhje me këto zhvillime, Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka mirëpritur marrëveshjen dhe e konsideron si mundësi për avancim drejt vetëvendosjes palestineze dhe realizimit të zgjedhjes dy shtetërore. Në Izrael, disa element në qeveri janë skeptik, por sipas raporteve nuk kanë ndërmend që të shkatërrojnë koalicionin për shkak të marrëveshjes. Në komunikimet e veta, grupi Hamas thotë se ka pranuar disa pjesë të planit, por disa kërkesa mbeten për tu negociuar më tej dhe më tej. Shtetet dhe vendet ndërmjetëse, sidomos Katari, Egjipti dhe Turqia, luajnë rol kyç në ndërmjetësim dhe presion ndaj palëve për të zbatuar marrëveshjen. Rikthehem në bisedë me profesor Xhavi Çallën. Profesor, ajo që më bëri përshtypje është pika e tretë. Izraeli do të bëjë një tërheqje të pjesshme ushtarake nga Gaza. Do të thotë tërhiqet një pjesë, por sulmet e tjera vazhdojnë? Jo, është vendosur që është rënë dakord për një kufi të caktuar ku do tërhiqet. Sepse ndryshe do t'japi edhe ai do t'japi mesazhin që po tërhiqet, ndërkohë që të krijohet mundësia për të lëvizur pengjet. Pra, të tëra këtu do parashikohen, do procedohen se si do veprohet në tilla raste, por hapi parë është tërheqja në një kufi të caktuar, nuk është tërheqja përfare. Tërheqja në një kufi të caktuar, dorëzimi i pengjeve do dorëzohen pengjet e gjalla, sepse me pengjet që ka ndruar jetë do jetë i çik problem, sepse ata kanë paraqitur këtë se ndodhen në zonat të caktuara ku ka pas ndërhyrje ushtarake, ku ka pas shembje, ku edhe është pak problem kjo, megjithatë palët kanë kërkuar, sidomos Izraeli dhe familjarët e tyre kanë ngulur këmbë për këtë. Që të rikthehen eshtrat. Eshtrat, po, kjo është shumë e dhimbshme dhe për ato familje që pritet të gëzohen nëse vinë eshtrat. Është shumë e dhimbshme. Po, s'ke një varr ku t'i çajnë. Dhe kjo është, nga ana tjetër do liroj një numër, bëhet fjalë për qindra të burgosur palestinezë dhe bëhet fjalë është folur për një shifër rreth 100 sa të burgosur me burgim përjetshëm. Bëhet fjalë diskutohet edhe një lider që mendohet se mund të bëhet lider i shpirtëror që ka 20-25 vite në burg ai, për atë po negociohet që të përfshihet edhe ai në listë. Izraeli nuk lejon ta përfshin, po besoj se do merren vesh pavarësisht se këto negociatat kështu e kanë. Dhe në këndvështrimin tim unë do ta trajtoja në tre nivele. Domethënë niveli i parë është pikërisht armëpushimi menjëhershëm. Kjo është shumë e rëndësishme për popullin e Gazës. Kjo do t'i japë mundësi aty pastaj kur hyn në fuqi. Besoj se në momentin që nënshkruhet, se duke marrë parasysh se sa sulme të rënda ka bërë Izraeli, çdo minutë që kalon pa hyrjen në fuqi të këtij armëpushimi, pasojat janë të rënda në jetën e civilëve palestinezë. Mendohet që i ka zbeu pak sulmet, pavarësisht se sipas agjencive të ndryshme
vazhdon Izraelit të bëjë sulme, po Trumpi ka kërkuar që t'i ndalojnë sulmet. Do më t'japi tërgojnë një shenjë vullnetit mirë edhe nga ana Izraelit. Dhe me pas kjo bëhet shkëmbimi i të burgosurve me pengjet, do të bën protokolle për këtë punë në mënyrë të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare, mund të angazhohet përsëri siç ka qenë më parë ose kuqe ose gjysmë me hana kuqe. Mund të angazhohen këto që kanë qenë angazhuar herë tjerë që kanë dhënë prova për këtë. Me pasaj bisedimet do të vazhdojnë. Ai plan është me 20 pika të cilat çdo pikë duhet detajuar. Çdo pikë duhet detajuar dhe për secilën nga këto pika Hamasi ka kërkuar garanci, sidomos nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe për fazën e parë, ka kërkuar garanci që ne të mos lejohet Izraelit që të sulmojnë nëse ne dorëzojmë pengjet. Domethënë sepse armët për më tepër. Sepse çështja e armëve, çështja e çarmatimit është ndër pengesat më të mëdha. Izraeli kërkon që Hamas është më poshtë, po vërtet. Më poshtë. Çështja kryesore ka të bëjë fillimisht me pengjet, që është quhet faza e parë. Dhe këta janë mësuar, Hamasi thotë po shumë pengjet ne nuk kemi çfarë mbajnë për kundër pesh. Si gur shahu, si gur loje. Po, nuk kemi çfarë mbajmë. Dhe me pasaj do vazhdoj edhe për pjesë të tjera të marrëveshjes, po në nivel makro, po t'i themi që kjo është faza parë, zbërthimi në nënshkrimi i marrëveshjes e detajuar për secilën pjesë. Faza e dytë pastaj është faza e rindërtimit të Gazës. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Edhe këtu është marrë përsipër nga vendet e rajonit, por edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një fazë e rëndësishme është menaxhimi ndërkombëtar i sigurisë, por edhe i zhvillimit ekonomik. E qartë. Profesor, duke marrë parasysh se çështja e gjetjes së armatimeve të Hamasit ka qenë një prej, po themi, operacioneve ose objektivave më të vështira nga ana e Izraelit. Si do të bindet Izraeli që Hamasi ka dorëzuar gjithë armët? Shiko, ato do bën protokolle për këtë punë që do zbaton një pjesë, po nuk ka aty do kontrollohet gjithçka tash do hyjnë forcat ndërkombëtare, do qiko kjo, nuk do bëhet më sot më nesër, sepse sa të konstituohen forcat ndërkombëtare mund të lindi nevoja që të bëhet edhe një rezolutë të Këshillit të Sigurimit etj, po mund përhohet edhe në këtë kuadër, në kuadër rajonal, domethënë. Dhe këtu nuk është problem që sa armë mund të mbetën fshirë, aty do ngelin armë dhe rrugëve do të ngelin armë, siç kanë ngel tek ne në 97-ës. Pas 97-ës. Pra nuk është problemi është që një pjesë e konsiderueshme e ushtarëve të Hamasit kanë filluar të largohen, kanë pasur ata një plan evakuimi, kanë filluar të largohen me popullsinë. Gjithsesi do ketë lisa, do ketë gjëra dhe do bëhen kontrolle, domethënë këto forcat ndërkombëtare do të jenë shumë aktive në këtë fushë, sepse duhet që ushtarët e Hamasit jo në të çarmatosen por duhen edhe të kalojnë në proces deradikalizimi. Nëse do të rinë aty, do t'ju përshtaten kushte të reja. Pra Hamasi nuk do ketë asnjë funksion politik, asnjë funksion qeverisës. Këtë ata kanë pranuar, por kanë kërkuar garanci. Në fund fare, në krahasim atë që mund të ndodhte, pra që mund të azësoshin gjithë, kjo për ata është një fitore e vogël. Një fitore e vogël, sepse në fund fare kanë shpëtuar kokën me ato që bën ata. Ato që bën me 7 tetorin. E qartë. Profesor, do të ndalem tek një moment tjetër që ka të bëjë me kërkesën për një qeveri tranzitore teknokratike dhe përheqjen politike të Hamasit në Gaza, që është pjesë e planeve të propozuara nga SBA dhe Izraeli, por nuk pranohet plotësisht nga Hamasi. Ka një pikë të planit 20 pikësh. Një pikë plan që thotë, nëse Hamasi nuk bie dakord, do apërohet kështu. Dhe Hamasi pranej do bie dakord se s'ka ku shkon. Hamasi do përpiqet të mos e përjashtoj veten nga negocimi. Por aty është thënë që do ketë një organizëm ndërkombëtar që do krijohet për menaxhimin, pra një qeverisje ndërkombëtare. Për ne themun që nuk është në çudi që të futet të Këshilli i Sigurimit në lojë. Pra do ketë me një status të veçantë, një qeverisje ndërkombëtare, mund caktohet një guvernator, mund caktohet, po ka Këshilli i Sigurimit, Organizata e Kombeve Bashkuara ka modele të tilla qeverisje. Rasin për shembull rezoluta 1244 në Kosovë, domethënë ku kishte një mekanizëm politik, administrativ, po i them jo politik, që ishte UNMIK-u, dhe një mekanizëm tjetër të sigurisë që ishte KFOR-i. Por këto u krijuan me vendim të Këshillit të Sigurimit. Tash nuk është përmend fare përfshirja e Këshillit të Sigurimit, dhe kjo është pak si çudi, domethënë, sepse nesër mund të përfshihen edhe aktorë tjerë, mund të përfshihet Rusia, mund të përfshihet Kina. Për shkak ndoshta qëndrimi që ka patur Këshilli i Sigurimit i Organizatës Kombeve të Bashkuara, se ato janë votuar disa rezoluta
edhe në OKB dhe në Këshillin e Sigurimit kundër asaj që po ndodh në Izrael në Gaza. Ajo është qeverisja botërore sot. Ajo është strukturë sigurisë ndërkombëtare. Duan të njohin mendimet e saj, qeverisja botërore ajo. Absolutisht. Nuk ka, por deri tashmë nuk po flitet fare për këtë. Domethënë, kjo siç duket është këmbgula e Izraelit, por është edhe një plan i Trumpit. Edhe një plan i Trumpit që kjo të ngelet në një menaxhim amerikano-bler në këtë formë. Pse ka reagime kundër Blair dhe vetë Hamasi ka qenë kundër, profesor? Shiko, reagime kundër Blair... Pra Tony Blairi, kryeministri britanik, na kuptojnë televizikuesit. Tony Blairi fajsohet për atë që e futi për krah Shtetit Bashkuar të Amerikës, futi Anglinë, Britaninë në luftë, për krah Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak. Dhe me idenë që ashtu siç u bën ato kombinacione asaj kohe që posedon armë të shkatërimit të masë e tjerë, në fund doli që nuk ishte armë të shkatërimit të masë, por jo, i bëj fjalë jo për armë bërthamore, por bëj fjalë për armë kimike, bakteriologjike e tjera nga këto, se armë bërthamore ata nuk e kanë diskutuar ndonjëherë. Nuk ka pas program bërthamor Britania. Iraku, nuk ka pas asnjëherë. Pra, ideja ishte që këta mund të kishin nga këto armë bakteriologjike tjera, po që nuk doli që ishin. Dhe për këtë, domosdoshmë është quajtur si një person që ka pas ndikim negativ në lidhjen e mesme. Gjithsesi ai edhe një periudhë tjetër 8 vjeçare, mos gaboj, ka qenë i ngarkuar për menaxhimin e marrëdhënieve në lindje mesme në raportet me OKB-n e me shtetet evropiane e tjera, pra ka pasur një raport saktuar. Dhe po të përmendja pak ato fazat, dhe faza tjetër, domethënë ky menaxhim i ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm sepse nëse do ndiqet ajo strategjia e Trumpit dhe e Blairit, sepse shoqëria apo po e themi këto strukturat që menaxhon Blairi në aspektin e kërkimeve të sigurisë apo të ndërmjetësimit të menaxhimit e tjerë kanë bërë studime të thelluara për Gazën, për mënyrën se si aty të zhvillohet të ketë një zhvillim ekonomik nëpërmjet investimeve e tjerë. Është një ide shumë interesante e Trumpit si i fushës së biznesit, ai do përpiqet për të larguar urrëtitjen politike, urrëtitjen që kanë këto ministeriet të nxjerrë zhvillim ekonomik dhe me brezat që do vinë ky zhvillim ekonomik do të harrohet kjo urrëtitje që ka qenë dhe Gaza do marrë një pamje tjetër, do bëhet një vend, një super vend, domethënë me idetë e tyre, domethënë nëse do të arritë dhe madje nxorën rrjetet sociale, ke parasysh atë foton që ishin Trump dhe Netanyahu gjashtë me një. Ishte ideja e largimit të Palestinës, kurse sot nuk diskutohet. Domethënë plani 20 pikësh e para nuk lëviz popullsimin palestinez dhe e dyta lënë gjallë idenë e shtetit palestinez. E lë gjallë, po nga pikat asnjë gjë konkrete nuk ka. Jo, po nuk thotë asnjëherë konkrete sepse ndyshe nuk do bindet dakord ajo, po në një farë mënyrë është shprehur gati hapur. Domethënë që do shih në të ardhmen kjo. Diplomacia, kam dëgjuar një shprehje që thonë diplomacia do gjërat e shkruara. Shiko, po të kesh parasysh planin Ahtisari në Kosovë, Ahtisari po ta lexosh planin Ahtisari më shumë drejt i jep të Serbisë se sa Kosovës. Gjithsesi Kosova sot është shteti pavarur, është i njohur ndërkombëtarisht nga shumica e shteteve etj. Domethënë Kosova kishte për atë situatë nuk e dia qendron krahasimi se Kosova kishte pro Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gaza dhe Palestina nuk i kanë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë angazhimin, do të jenë ata janë në krye të kësaj pune. Domethënë dhe fakti që erdhi deri këtu është edhe pasojë e tërheqjes nga ai pozicion i Trumpit që ishte në mbështetje të hapur të Izraelit. Pra Trumpi u detyruar sidomos një ndikim të jashtëzakonshëm kanë pas njohjet e fundit ndërkombëtare, sidomos ndryshimi i pozicionit të Francës dhe të Anglisë, të cilët e njohin shtetin nga historia, e dim që shteti i Izraelit është krijesë që në embrion e Anglisë. Po, britanisë. Pra ka qenë ministri i jashtëm në atë kohë, i cili në 1917 në diçka në ato vite ai hodhi idenë që edhe këta duhet të kenë një adhe, domethënë pak a shumë. Dhe tashmë kur vjen koha që edhe në tëra luftat që ka bërë Izraeli, Anglia ka mbështet në ato luftat e 48-s, 67-s etj. Pra kur erdhi puna që edhe Anglia i doli kundër, domethënë Izraeli kishte mbushur kupën ku nuk shkonte më. Dhe edhe pikërisht ky presion i madh ndërkombëtar
edhe kjo vazhë njohës dhe sidomos edhe rënja e reputacionit në nivelin thujse zero të Izraelit. Nuk kishte më mbështetje ndërkombëtare dhe jo vetëm mbështetje, po filloi ke një urrëtie ndaj edhe po nxiteshin lëvizje kundër protesta antisemite, domethënë edhe kishte duke rikthyer tër pasojë e politikës së Netanyahu. Amnistohet profesor Netanyahu se kjo gjë u duk sikur ndodhi edhe me Putin në takimin e Alaskës që u bë më 15 gusht midis tij dhe presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që përtej asaj që do të arrijë për luftën në Ukrainë, që me sa doli të paktën deri tani 2 muaj më vonë nuk është arritur ndonjë gjë. U diskutua shumë nga analistët që ishte i rëndësishëm ai takim për vetë Putin sepse arriti të rifutej në diplomacinë ndërkombëtare dhe të rilidhte lidhjet diplomatike me Shtetet Bashkuara. Për 2 javë. Po ç'i ndodhi mbas 2 javësh? Unë thash çfarë u thanë atë moment me 15 gusht. Ne nuk e dimë çfarë do ndodhte pas 2 javësh. Gjërat nuk është, sepse Putini punoi me hile. Domthon kërkoj, po pikërisht çudi, por gjërat janë si rrodhen tashmë. Domthon presidenti Trump ndryshoi pozicion komplet dhe jo vetëm që do mbështesë Ukrainën, por shpreson që Ukraina të rikuperojë gjithë territoret e humbura. Pra ai e hodhi këtë dhe i dha mesazhin në dorë Putinit, ai kërkoi disa herë. Pa kaluar tek ajo, po kisha më tepër tek Netanyahu. Nesër mund të arrihet marrëveshja. Hipotetikisht nesër mbaron. Ka një urdhë arresti ndërkombëtar për Netanyahu. Nëse ai nesër një qeveri më demokratike se kjo, se Izraeli është shtet demokratik, nuk diskutohet, nuk do ta përfshijmë, unë nuk e përfshi kurrë, domethënë tek shtetet diktatoriale ose autokratike. Absolutisht, po edhe popullin izraelit nuk e ngatroj kurrë me këtë lloj qeverisje. Absolutisht. Duhet jemi të qartë dhe nëse marrim përpara 7 tetorit, me 7 tetorit ta kanë pas drejtën e Zotit me përdor gjitha format dhe metodat për ta vendosur rregullin dhe për t'u hakmarrë. Por për ata që kryen krimin, nuk mund të hakmerresh për ata që krimi i ka kapur peng edhe ata. Pra ju thoni që një qeveri demokratike në një qeveri tjetër, se s'po them demokratike, një qeveri tjetër mund ta zbatojë urdhën e arrestit? Jo mund ta zbatojë. Izraeli se zbaton dot, se nuk është pjesë e gjykatës, bashkë me SBA. Mund ta dorëzoj. Shiko, edhe në Serbi atëherë Milošević ndjente veten shumë të sigurt. Po ja si erdhi puna. Ose Asadin në Siri që kemi si vetë freskë. Vet ata e dorëzuan, e qunë Hag, Miloševićin. Po. Pra, kjo kur thot kur veprojnë ndaj aty, do veprojë edhe ndaj Hamasit. Mund krijohet, pavarësisht se gjykata penale ndërkombëtare ka filluar hetimet, ka nxjerr gjykata, ka nxjerr prokuroria e kësaj gjykate ka bërë hetime, ka nxjerr urdhër arresti e tjerë, po mund krijohet edhe një gjykatë speciale ad hoc vetëm për rastin e krimeve në Gaza. Nuk është ndonjë çudi, domethënë. Dhe pra, është vetëm një mënyrë për të dhënë mësim brezave që do vinë dhe shteteve tjera të papërgjegjshme që nuk duhet të merren të përdorin të tilla taktika, pavarësisht problematikave që mund të kenë. Është shumë e rëndësishme që këto struktura që janë sot të sigurisë ndërkombëtare të shfrytëzohen për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe të kontesteve. E qartë, profesor, kam një pikë tjetër që duhet ta diskutoj që ka të bëjë me pozicionet në të cilat janë palët. Nuk ka ende një dakordsi për linjat e tërheqjes ushtarake dhe zonat që Izraeli do t'i mbajë në kontroll. Çfarë, po themi, cilat janë, duke njohur se si ka vepruar Izraeli deri tani, duke njohur, duke ju rikthyer pak edhe kontekstit historik të cilin ju e njihni mirë. Cilat zona kanë në interes të mbajë Izraeli? Bëhet fjalë për zonën në Gaza. Për zonën në Gaza, pra, në Gaza, ideja është që në Gaza, brenda territorit Gaza, një rrip toke 500 deri në 1000 metra, pra deri 1 kilometër, do krijohet një zonë tampon. Pra, ajo zonë tampon do jetë ajo do jetë në kontrollin e Izraelit, nuk do jetë në kontrollin ndërkombëtar. Pra, forcat izraelite e kanë, po ta shohësh ti zona tampon tilla, zona sigurie. Izraeli ka edhe në lartësitë Golan, ka domethënë në kufi me Sirin, është përpjekur kudo që ta krijojë këtë perimetër sigurie që unaj. Perimetër sigurie, domethënë nëse ti ajo zonë të ketë një zonë jo të jetë drejt për drejt kufiri, po të ketë një zonë e cila është tampon midis izraelitëve dhe në këtë rast të pulsive vendeve të tjera. Por nëse është ideja për ta bërë Gazën ashtu siç është projekti Trump dhe Blair, për ta bërë një vend të zhvilluar, që mund na duket pak si ëndër sot, por nuk është çudi fare që të përfundojë kështu kjo punë. Domethënë që Gaza të marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm, të krijohet një model Libani i viteve 70. Pra ku e vërshon kapitali huaj e tjerë dhe kjo do duket sepse
kjo këtë një gangren u bë kërcënim për sigurin rajonale, kompleksi rajonale i sigurisë i lindjes mesme, filloi të ketë problematikat më dha. Prandaj edhe në bisedime, gjithë ditën atje kanë shefi shërbimit sekret turk, Ibrahim Kalin, gjithë ditën kanë shefi shërbimit sekret egjiptian. Ka qenë gjithë ditën në negociata ka qenë kryeministri i Katarit. Pra, kanë qenë figura të rëndësishme të lindjes mesme. Kuptohet që këto kanë pasur edhe ndikimin nga presidenti Trump. Ka qenë ekipi i besuar i presidenti Trump, dhëndri dhe një nga negociatorët e tij kryesor. Pra, këto bën mundur që nuk i lanë, edhe ne themi që nuk i lanë Hamasit zgjidhje tjetër, po edhe Izraelit nuk i lanë zgjidhje tjetër. Ja prej shkurt, domethënë bëri që bëri, deri tash deri aty i tha vetë Trump i tha që mjaft. I tha Netanyahu, nuk ka më tjetër. Dhe Netanyahu nuk kishte rrugë tjetër tashmë. Ai tashmë duhet të mënoj për periudhën post Gaza, për karrierën e vet politike etj. Një pyetje e fundit, a e merr dot ose ka gjasa ta marrë Trump çmimin Nobel siç pritet për paqen ditën e nesërme si Theodore Roosevelti, si Wilson, si Henry Kissinger, i cili nuk ishte president, Al Gore në 2007 apo edhe ashtu Barack Obama, profesor? Janë dy gjëra që ai mund ta marrë. Para, nëse arrin ta mbyll konfliktin në Gaza, pra ta mbyll në mënyrë me një plan paqe të përhershëm. Kjo është vetëm faza parë. Kjo nuk do dihet se çmimi jepet nesër. Po çmimi është marrë vendimin, nuk vendoset sot për nesër çmimin. Nëse juria është sot për nesër, nuk ka kuptim kjo. Po çmimi kjo është e paralizueshme deri tani me këtë që thoni ju. Po, nëse e mbyll. Apo ju thoni për vitin e ardhshëm. Unë them për nesër. Jo për nesër. Unë nuk mendoj se mund të jetë për nesër kjo, pavarësisht se nuk vendoset çmimi brenda një jave. Ato merren studiojnë gjërat. Plus asaj pastaj janë dy gjëra që duhet të bëjë Trumpi për të marrë çmimin. E para paqja fatxhat në Gaza dhe e dyta konflikti mbyllja e konfliktit Rusi-Ukrainë. Nëse i arrin këto të dyja, atëherë ai as nuk diskutohet që herën tjetër ai do nominohet. Ai është nominuar që këtë herë, nuk është nominuar nga disa qeveri. Po, në aspektin qofsha i gabuar, mendoj që nuk besoj se ngeli për një javë kjo punë, pavarësisht se presidenti Trump po lufton shumë që brenda javës, ai të dielën bën fjalë që presidenti Al-Sisi i Egjiptit ka kërkuar që shkojnë të jetë prezant për nënshkrimin e marrëveshjes dhe nënshkrimi kështu formale është shtyrë derisa të shkojë presidenti Trump. Meqense se jemi në fund të bisedës dhe na lejon një lloj shtensionimi. Nëse nesër nuk e merr çmimin Nobel, mund të mbierë intensiteti i përpjekjeve të Trump? Jo, për paqen në Gaza? Kalo viti shpejt, vjen prapë, ai prapë president është. Dakor. Kështu që nuk ka pse. Përkundrazi, edhe ata që mendojnë që japin çmimin Nobel mund të mendojnë që më mirë mos e japim tash, që ta angazhojmë në konflikte të tjera, të japim vitin e ardhshëm. Zgjidh konflikte se tani janë vetëm në nisje. Çfarë po themi mund të përfitojnë Katari, Egjipti dhe Turqia, profesor? Nëse janë ata në një farë mënyrë garantuesit ose mbështetësit kryesor nga vendet e lindjes mesme për paqen. Po ata përfiton në rajonin radh parë sepse ishte në aspektin e sigurisë ai quhet një kompleks rajonal sigurie. Domethënë që ndikojnë në sigurinë e njëri tjetrit. Deri në këtë moment gjërat janë pothuajse kanë nisur të lëvizin, po jo shumë. Dhe do përfitojnë sepse në fund fare vendosja e paqes i tensionon pothuajse të gjithë rajonin. Ke parasysh tash Katari u sulmua nga gabimisht na falni tha. Jo, na falni tha në fund, po nuk e tha gabimisht fillim me bomneta, me ndërgjegjje plot. Dakor. Në fund fare tregoi që Trumpi dytëroi që i të kërkoi falje. Kërkonte falje se bën gabimisht. Pra, gjërat në linje mesme kanë ndryshuar shumë, ka një lëvizje të madhe, sepse edhe zgjidhja e këtij konflikti dhe një plan paqe afatgjat do të bëjë të mundur që ajo zonë të gjejë qetësi për disa kohë, sepse e para Irani është detyruar të tërhiqet pak në oborrin e vet. Hezbollah morën goditje, milicit shite në Irak dhe ato kanë ulur kokën. Tashi në përgjithësi Izraeli këto probleme me fqinjet i zgjidh. Një marrëveshje paqe me Sirinë që është në diskutim dhe që mund të jetë jo shumë larg, atëherë që tensionohet të gjithë linja mesme. E qartë, dhe shpresojmë të ndodhë ashtu sepse jetët njerëzore janë kudo të rëndësishme dhe fakte që ndodhin në Gaza ka qenë mjaft e rëndë. Profesor, shumë faleminderit që gjeni gjithmonë kohë për të na sqaruar me gjithë informacionin dhe eksperiencën tuaj për këtë çështje. Faleminderit. Ishim me
profesorin e asociuar me zotin Xhavit Shala, ekspert sigurie i cili na bashkua drejt për së drejti për të deklaruar një pjesë të zhvillimeve të asaj se çfarë ka ndodhur në Gaza në përpjekjet për t'i dhënë fund luftës së nisur që prej 7 tetorit 2023 përpara 2 vitesh. Një ndërprerje shumë e shkurtër, në orën 21 rikthehemi së bashku për një përmbledhje 30 minutëshe të disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të ditës.